Xhaferi, pasi Komisioni Evropian ka publikuar më saktë, ka qarkulluar në media një non-paper i Komisionit Evropian i cili kryqëzon reformën në drejtësi në Shqipëri. Me këtë drejtësi që është aktualisht në vendin ton, a është një drejtësi e denjë qoftë edhe për integrimin evropian? As pak. Shpresat për reformën drejtësi ishin shumë ndryshe nga çfarë drejtësia është sot, apo eksperimenti që po del, pikrisht në gjitha akuzat që opozita i ka bërë kësaj drejtësie, që është në vazhdën e dy planeve. Plani parë është që është një drejtësi e vonuar, pra rastet marrin në 8 deri në 16 vjet për të marrë një vendim. Shumë qytetarë s'kan marrë vendimet, janë 10 mira dosje të cilat janë në pritje, dhe një drejtësi e vonuar është një drejtësi e mohuar, pra është një mungesë drejtësie. Dhe në planin e dytë është pikërisht ajo drejtësia e posaçme që duhet të bënte mbarimin e pandëshkueshmërisë. Tregohet edhe nga vetë raporti i Komisionit Evropian që nuk ka vendime, por ka vetëm arrestime. Drejtësia e posaçme keni fjalën për strukturat e reja të cilat janë ngritë, SPAK-u, GKK-ja. Gjithë që kanë 0.1% të rasteve të drejtësisë, po me kjo ka qenë ambalazhi i zbukurimit për ta quajtur të suksesshme reformën drejtësisë, ndërkohë që reforma drejtësisë. Sigurisht, kjo është një investim amerikan dhe europian, SPAK-u dhe reforma e drejtësisë. Por 99% e kësaj reforme drejtësie ka dështuar për qytetarin, pikërisht nga drejtësia e vonuar, drejtësia e mohuar. Po dhe po të shkojmë te kjo 1% që është pikërisht rastet që SPAK-u duhet të bëj, janë drejtësi selektive dhe drejtësi të papërfunduara dhe në madje drejtësi dhe me shumë probleme të shkeljes së kodit penal, administrativ dhe ligjor, të cilat patjetër japin mundësinë çdo personi që ta çojë edhe në instanca më të larta, siç mund të jetë edhe Strasburgu për raste pas raste. Dhe vetë drejtësia dhe vetë shteti shqiptar mund të gjobitet në të ardhmen. Pra, nga ai raport e shohim shumë qartë që ka një zhgënjim te Komisioni Evropian për se si ka shkuar reforma në drejtësi. Por ky nuk është një lajm i ri për ne të opozitës që e kemi paralajmëruar, e kemi njoftuar kur po ndodhi dhe e kemi vuajtur mbi kurriz, pikërisht. Sepse normalisht Zoti Berisha 333 ditë në arrest shtëpie, është me detyrim paraqitet në SPAK, është kreu Partisë së Lirisë, Zoti Ilir Meta, që vijon të qëndrojë në dhomët e paraburgimit, edhe pse SPAK ka çuar dosjen e tij për gjykim kërkon afat. Është Zoti Mediu i cili shkon sërish në SPAK, është Saljani që vijon të vuajë dënimin për një deklaratë politike. Që mungon dhe neni se për çfarë duhet dënuar, u krijua neni rrugës, pra kjo drejtësi që ka marrë një shuplak nga Komisioni Evropian dhe sigurisht është përdorur nga Edi Rama për të mbajtur pushtetin. Patjetër, me fjalë, kjo drejtësi, sidomos SPAK-u, ka qenë një drejtues politik i Partisë Socialiste për arsye elektorale. Mos është e rëndë kjo që po thonë drejtues politik. Kjo është pak e rëndë sepse mund t'i bazojmë në disa fakte. Për shembull, Zoti Benet Beci është mbajtur i fshehur. Nisja e hetimit dhe gjithçka tjetër. Banda e troplinëve në Durrës është arrestuar pikërisht pas zgjedhjeve për t'i dhënë mundësi Partisë Socialiste që t'i përdori në zgjedhje. Vetë mungesa e hetimit të kryeministrit Rama në të gjithë dosjet që ai është i përfshirë dhe emri i tij hiqet nominalisht dhe nga vetë dosjet që përsekutohet opozita, tregon patjetër që SPAK ka qenë një aleat i fuqishëm i Edi Ramës në procesin zgjedhor dhe në fund fare që është i ambitort është mungesa e aksionit të task force-s speciale, e cila duhet të parandalonte dhe duhet bënte. U ngriti task force. U ngrit, por nuk veproi në asnjë moment përveç se rasteve kur duhet vepronte për ndihmuar Partinë Socialiste, pra të godiste në zona të caktuara eksponentë të ndryshëm që mund t'i merrnin vota Partisë Socialiste dhe me mjetet jashtëligjshme, por kur ti e bën këtë gjë, mos në vëmendje deklaratën e Ramës, Kristian mos u luaj me dy porta, kryetarit të Bashkisë Vetë nesërmen mësyn SPAK-u. Dhe nesërmen mësyn SPAK-u pikërisht zyrat e bashkisë, merr celularin e kryetarit të bashkisë. Pra, as nuk e bëjnë fshehurazi. Pra, janë munduar ta bëjnë në mënyrë pompoze dhe publike që t'i japin sinjalin e qartë gjithë njerëzve që këtë e kanë kontroll Edi Rama. Duke qenë se thoni që këtë SPAK-un e kanë kontroll Edi Rama. Dhe e përdor. Është tjetër gjë ta kesh kontroll, dhe është tjetër gjë ta kesh kontroll dhe ta përdorësh. E përdor, pra e përdor për të sulmuar, pra siç e përmendëm. Një armë të mbushur kundër opozitës, po thoni. Pikërisht, sepse normalisht 333 ditë të arrestimit të një lideri të forcës më të madhe opozitare krijon dëme shumë madhe elektorale në organizimin elektoral, në përgatitjen për zgjedhjeve etj.
në të njëjtën kohë edhe të aleatit kryesor, zoti Ilir Meta që akoma është i izoluar fizikisht, pra normalisht këto janë mjete që përdoren nga partia në pushtet për të dobësuar opozitën. Se kështuar dobësohet këtu, lirohet kriminal bandita ndej që ndihmojnë për zgjedhje, mos i çop për ndjekje penale drejtues të lartë të qeverisjes në mënyrë që të punojnë për zgjedhje. Pra, i gjithë strumbullari problematikave shqiptare është manipulimi zgjedhor. Nuk luftohet korrupsioni se duhen parat për të përdorur për zgjedhje. Nuk luftohen bandat e krimit të organizuar sepse duhen për të përdorur për zgjedhje. Nuk luftohet shkeljet në tendera sepse ato para nga bizneset private duhen përdorur në zgjedhje. Nuk hiqet militanti nga administrata publike sepse përsëri do duhet për zgjedhje. Krijohet linja editoriale në media dhe shpërblehen mediat kryesore kombëtare me statuset e investitorit strategjik se pikërisht duhen për zgjedhjet. Pra, nëse ne zgjidhim manipulimin zgjedhor, unë mendoj që automatikisht do zgjidhim gjithë problemet e shoqërisë shqiptare. Por, duke patur këtë manipulim zgjedhor si objektiv kryesor të qeverisjes nga dita e parë deri në fund mandatit kur do të rikonfirmohet, patjetër që çdo gjë në Shqipëri do shkojë gabim, siç është dhe drejtësia, po siç kanë qenë edhe shumë hallka të tjera të shoqërisë. E qartë, sigurisht, po qëndrojmë tek SPAK-u dhe me zhvillimin e fundit që po ndodhin pranë Komisionit